Në Universitetin Luiç Gurakuqi në Shkodër ka nisur konferenca dyditore e organizuar nga Fakulteti Ekonomik, e cila ka për objekt rolin e ekonomisë në transformimet e pandalshme të teknologjisë bashkëkohore, përfshirje dhe inteligjencën artificiale. Do të mbahen 70 kumtesa të përgatitura nga profesorë shqiptar nga disa universitete e shtete të tjera. Kumtesat do të trajtojnë tematika mjaft të larmishme. Probleme të punësimit, probleme që kanë të bëjnë me politikë bërjen, me vendimarrjen ekonomike të institucioneve, çështje që kanë të bëjnë me financat, me kontabilitetin, të gjitha që janë fusha me interes të lartë në vendimarrje. Në konferencë kemi jo vetëm një seancë të dedikuar për fushën e turizmit, por gjithashtu edhe një seancë të dedikuar për studentat doktoral, të cilët janë pjesë të programit doktoral në Fakultetin Ekonomik, Ekonomi dhe Turizëm i qëndrueshëm. Konferenca u përshëndet edhe nga rektori i Universitetit Luiç Gurakuqi Tonin Gjuraj dhe zëvendës ministre e infrastrukturës dhe energjetikës Edona Bilali. Institucionet arsimit lartë vendin tonë janë para një përgjegjësie shumë të madhe për zgjidhjen në kohë dhe me cilësi të një numri të rëndësishëm problemesh që janë me natyrë shkencore, ekonomike dhe financiare. Pikërisht te kjo e fundit është me vend të studiohen praktikat më të mira të përdorura nga universitetet më të avancuara të botës, kësaj kontributet e folësve kryesorë që do kemi në këtë konferencë, sidomos ato që vijnë nga jashtë, besoj që janë mëse të mirëpritura, sepse ndoshta do na ballafaqojnë ne me arritjet më të fundit sa i takon universiteteve ku ato kërkojnë ose japin mësim. Tema e kësaj konference, Smart Economy, Reshaping the Future with AI, është një zgjedhje jo vetëm aktuale, por edhe vizionare. Ekonomia së nesërmes nuk ndërtohet në intuit, atë po ndërtojmë tanë bashkë. Nuk ndërtohet me modele që ne njohim, ndërtohet me modele që po krijohen ndërkohë që ne flasim. Dhe këtu universiteti është pararoj. Dua të ndaj rastin këtu të opsionit të ndërkombëtarizimit, sepse AI nuk bëhet vetëm në salla. Jam e bindur që ky universitet ka me vazhdu me prodhu emra shumë të mirë në fushën e kërkimit shkencor, në fushën e mësimdhënies, pra në akademi, por edhe në të gjitha sferat e shërbimit ndaj Shkodrës. Ndërkohë, ekonomisti i njohur profesor Sherif Bundo tha se është e nevojshme që ekonomia shqiptare të vlerësohet me një vështrim kritik në mënyrë që të mos përsëriten gabimet e së të kaluarës. Për mua, ekonomia shqiptare ka mjaft arritje, por është duke bërë gjithashtu mjaft gabime. Unë them që një nga shqetësimet më të mëdha është ndotja e mjedisit, që për mua është një fenomen i mbrapsht, një fenomen që tregon dështimin e politikave të gjitha qeverive, përfshi edhe atë qeverinë në cilën unë kam qenë ministër. Këtu ne duhet të reflektojmë thellë, sepse nëse sot po mburremi për një turizëm shumë të zhvilluar, nesër do shqetësohemi për një turizëm të dështuar. Kjo konferencë është më e rëndësishme e vitit që zhvillon Fakulteti Ekonomik i Universitetit Luiç Gurakuqi të Shkodrës. Është kjo arsyeja që në të marrin pjesë edhe zyrtarë të niveleve të ndryshme të administratës shtetërore, kryesisht ata të rajonit të Shkodrës, ku zbatohen projekte të shumta për infrastrukturën dhe turizmin.